Pa më ra shtypja se konsideroj që kom hënë. Nuk do të na Tani me po, nuk dokna fatmirësisht, ama pa më nxon gjumi që aty se konsideroj Këtë që është ideja me hongër ma pak. Mund të më hongër këta ushqime. S'pe thom ula asnjë duhet. trup është i njëjtë. Edhe një këshill që ja ka dhënë gjithëve gratis, domethënë kanë, është mos me hongër 3-4 orë para gjumit. Edhe fasting për shembull tash që është Ramazani është një gjë shumë e mirë. Fasting, këtë dieta ndërcodet janë të bazuar në fasting. Po. Trupi i njerit Është është ndërtuar me hongër sa më rrallë, jo me hongër shpesh. Domethënë një herë në ditë ose 2 herë në ditë. Jo me A hongër nuk vlen kjo shpesh herë ka pak se shpesh herë përmendet? Trupi i njerit Për një metë, sinqerisht. njerëz të parë kanë shkuar në Se xhyeti. shumë ma kanë përmend veç masi E kam këto. lexuar një libër ekstra, jo ekstra, po atë që specifikisht për çit punë, që njerëz të parë që në kohën ata kanë shkuar në xhyeti. Edhe ndoshta një javë u duf për me gjujt diçka dhe për me kap me hongër, ata ne kanë hongër, tani prap 2-3 ditë kanë hongër, domethënë kanë Mbajt hongër rezerva. çdo 2-3 ditë. Trupi i njerit është i ndërtuar për me duru, jo me hongër non stop. Se tani ti sheqeri veç hyp zbret, edhe te ki humorin kur se git mirë, disbalans. Dikush që lind obez, edhe rritet me obezllëk, pi fëmijë. Po, Edhe ka natyrën që nuk ja tret organizmi. po. Aty nuk ka të bëj qysh han. Aty ka për shembull e ka fituar. Ka, e ka vërtet, fituar e ka trajtimin, fituar, po metabolizëm i shpejt, mund të mu trajtu edhe ajo pjesë. Veç do të me kriju tani do një disiplinë. A ka ndodhur më koni trash? Po, Sa kilogram? kum pas 10 kila më shumë nështë. Po jo, kur gjosa ajo po vol më koni Njeri, trash. unë kom punu me njerës që Mos kam me foto me gjetë që tesha treku që butik. i kam pas 60 kg A më din shumë. dinjen për shkak me pa pizzën që aty edhe më smangë. Po. Jo se del. Çdo ditë e bëj, çdo ditë e bëj. Çdo ditë. Po të kuptoj unë ty, po njeri që